Mirëmëngjesit të dashur shikues të Zgjohemi me SN, ja ku jemi përsëri tek receta e javës, gatuar nga duart e Mirës. Për sot do të përgatis një sallatë verore, që si përbërës më duhen makaronat, kastravecat, këtu kam kopër, është e freskët, qepa, më duhet të përdor edhe speca turshi, kam djathim, ullinjt. Dhe për të bërë salcën, më duhet, kjo është shampanjë, uthull, mustard, më duhet mjalt edhe hudhër. Le të fillojmë së bashku. Tu do të çojmë ujin për të zier makaronat. E mbuloj. Më duhet të hedh pak krip. Ujin e kam gati, po valon. Dhe tani më duhet të hedh makaronat për të zier. Duan gati 8 deri në 10 minuta për të zier. E ulim pak zjarri, kripën e hodha. Dhe po i trazojnë pak. Do t'i lëm zbuluar që mos të na derdhe. Dhe për 10 minuta. Tani po fillim me të prerë zarzavatet. Duhet t'i presim në një madhësi të vogla, mos të jenë shumë të mëdhaja. Në këtë masë. Për kaq sa kam përdorur sot unë, nuk në qoftë se jeni më shumë veta, duhet t'i bëni masat me më shumë. T'i double the masat komplet. Edhe një herë. Edhe një kastravec dhe mendoj se është mjaftueshëm. Okej. Po marr një tjetër dhe pastaj do të filloj me qepën. Tani do të presim qepën. Këtë qep është qep e kuqe, zgjodha qep të kuqe se i jep shumë shije kësaj sallate. Do të përgatis gjysmën. Është sallatë verore. Kjo sallatë mundet të hahet edhe të ketë atë shijen pak të ftohtë, po edhe e ngrohtë prapashtu, nuk prish punë. Por s'ka nevojë për ta çuar në frigorifer dhe të jetë e ftohtë, ja. Edhe kështu si do ta bëjmë neve sot është shumë e mirë. Po e pres qepën në këtë mënyrë. Gjithmonë qepa e kuqe i jep nuk është shumë djegëse dhe i jep një shije shumë të mirë. Dhe në këtë masë gjithmonë. Që kur ta hedhim të sallata të jetë në këtë mënyrë të shkrifet qepa. Gjithmonë kur
kur ham sallatën apo diçka tjetër mos të jetë një pjesë e madhe, jo, të jenë gjithmonë të vogla në këtë mënyrë. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Okej. Dhe qepën e kam gati. Dhe tani më duhet që të marr një enë edhe që t'i ndajmë komplet këto, që t'i kemi gati kur të përgatisim makaronat. Tu kam speca turshi, janë gati të prera, po mua më duhen t'i pres pak më të vogla, se a shumë më duhet. Dhe po i presim në këtë masë. Mos të jenë shumë të mëdhaja. Sallatë shumë e shishme për behar. Dhe po hedhim prapë këtu. Edhe ullint i kam zgjedhur ullint jeshil, kanë bërtham dhe më duhet që t'i pres, se të kemi kujdes. Ullint janë me bërtham, kështu që do më marri pak kohë për t'i hequr bërthamën, por ja vlen për këtë sallatë që po bëjmë sot dhe na duhet t'i presim në këtë mënyrë. Të vogla dhe ullint. Okej. Edhe pak. Po i pres edhe pak. Të mbaroj këto dhe takohemi prapë përsëri. Mbarova si përfundimisht, më mori shumë kohë për t'i prerë ullint, por ja vlen. Po i hedhim këtu dhe tani do të pres edhe kopër, se më duhet. Okej? Dhe këtë përqem këtu. Mbarova si përfundimisht. Koprën e kam larë, kam pastruar dhe tani këtë pjesën këtu do t'a lë për zbukurim në fund fare. Dhe më duhet t'a pres të holl edhe kopër në këtë mënyrë. Morën kohë ullint më shumë. Okej. Na duhet se kjo sallatë është shumë e mirë me kopër. Ka i jep një shije shumë të mirë kësaj sallate. Okej. Këto do t'i lë për në fund fare dhe speca djegëse. Gjithmonë më pëlqen sallata të jetë pak specë djegëse në fund fare. Dhe tani më duhet që të kulloj makaronat, i kam gati, edhe do të përgatisim salcën. Okay, tani do të kulloj makaronat. Ti shekim pak këto, që mos ken ujë. I lëm po të duam pakës këtu, në tavolinë. Dhe edhe pak. S'ka nevojë t'i lajm.
Në rregull. Do të hedhim pak vaj ulliri që mos të na ngjiten. E i trazojmë pak. Makaronat i kemi gati dhe të fillojmë të bëjmë salcën. Do i hedh 1/4 me vaj, ulliri, edhe më shumë nuk ka problem. Edhe në qoftë se bëjmë më shumë salcë, s'ka problem, kushdo më shumë salcë në pjatë kur ta hedhin, nuk bën dëm. Okej, do hedhim 2 me mostardë. Është 1 lugë kafeje, i themi neve. 2. Okej. Po i hedh mjaltin. Edhe mjalti i jep një ëmbëlsirë. Kur bën të tëra përbërësit bashkë, i jep një shije shumë të mirë kësaj salce. Edhe pak. Me hamendje, nuk ka problem që të thuash exactly sa do t'i hedhim. Okej. Shampajn uthulle, edhe këtë prap do t'i hedh. Me sy do them që i hedh 1 lugë ose 2 lugë. Unë po i hedh 2 lugë me hamendje ja di masën, po 2 lugë gjelle. Okej. I çojmë pak më tutje këto, të hapim vendin. Do t'i hedh pak piper. Okej. Këtu kam hudër, është pudër. Edhe këtë, s'ka nevojë ta hedh me lugë, po unë po hedh me sy dhe këtë. Okej. Do t'i hedh 1 limon. E presim limonin. Ja presim edhe pak anët që t'i japim mundësi që të shtrydhet kollaj. Nga të 2 anët. Dhe e shtrydhim. Dhe kthejmë edhe një herë tjetër. Ishte pak e madhe limoni, por prap e shtrydhëm. Ose kur është i madh, ja heqim pak lëkurën. Dhe është më e kollajshme për të shtrydhur. Një limon është mjaftueshëm. Okej. Hapim vendin këtu. Dhe tani më duhet që t'i trazojmë dhe po marr do i trazojmë aq mirë sa komplet salca të përgatitet dhe ne shohim edhe në sy që të shkridhej mjalti brenda. I hedh pak krip. Tash, edhe në qoftë se bëjmë pak më shumë nuk ka problem, se kushdo që të dojë më shumë salcë, i hedh mbi të kur të marri në pjatë. Unë do t'a provoj pak, t'a shikoj se si do jetë.
shumë e mirë. Okay? Dhe tani na duhet që të hedhim përbërësit, ti hedhim bashkë të gjitha dhe kamerën e dua që t'jetë këtu afër meje. Hodhëm kastravecin për para, po hedhim ullint, qepën, speca turshi. Këto do t'i hedh me dorë se kam pak lëng edhe nuk dua që t'na bëhet e ujshme. Okej. Dhe tani do t'i hedhim djathtin e bardhë. Do t'a hedhim të gjithë këto. Do t'a shkërmoj në këtë mënyrë. Smollër të vogla. Okej. Vjen njerë shumë e mirë. Jam e sigur që është bërë shumë e shishme. Dhe tani do të hedh edhe kopër. Kjo sallatë do shumë koprën, kështu që mos u friksoni kur i hidhni sa më shumë, aq më mirë. Dhe tani do ta trazoj pak që të vend komplet përbërësit të trazojnë me makaronat. Dhe na duhet në këtë masë kështu siç po e bëjon. T'jeni këtu dhe ta shikoni qa ere të mirë vjen kjo sallatë. Për behar është një sallatë shumë e shishme edhe shumë healthy, themi neve këtu në Amerikë. Okej, në këtë mënyrë. Kështu duhet bërë miksin. Tani më duhet t'i hedh edhe salcën. Dhe bëjmë të njëjtin proces përsëri për të trazuar. Era e shampanjës së uthulla i ka dhe një aromë shumë të mirë. Dhe kjo ishte dhe sallata, dhe tani do ta hedhim në pjatë dhe është gati për të ngrënë. Okej. Po e hedhim në pjatë. Me si pres që ta provoj, aq e mirë duket, edhe duket shumë e shishme, po dhe shumë erën e ka të jashtëzakonshme. Okej. Po i çoj pak kopër. Dhe si gjithmonë më pëlqen speca djegëse, i hedhim pak, është si mbas dëshirës. Dhe kjo ishte dhe sallata për sot. Tani është koha për ta provuar, të shohim çfarë pune kemi bërë. Dhe më duhet të marr nga të gjitha dhe qep cucumbers. Më besoni, është një sallatë e përsosur. Dëshiroj dhe shpresoj ta bëni dhe në shtëpi tuaja. Faleminderit për shikimin dhe shifemi në recetat e mbarshme. Mirupafshim.